Jemi gati të njohim me parashikimin e motit për këtë fillim jave. Rikthehen vranësira të rreshje të dendur rashiu për këtë fillim jave të përhapura në të gjithë territorin e vendit. Moti i paqëndrueshëm do të na shoqërojë edhe në ditët në vijim deri në fund të javës, por ndihet më ngrohtë sepse ka një rritje të lehtë të temperaturave me 2 gradë. 8 gradë shënon temperatura minimale në zonat malore dhe 20 gradë temperatura maksimale në zonat e ulta për ditën e sotme. Dalemi pak edhe tek vendet e rajonit për të njohur me temperaturat përkatëse. Shohim që Prishtina zgjot me temperatura 9 deri në 18 gradë Celsius, Podgorica 2 deri në 16 gradë Celsius, Athina 14 deri në 19 gradë Celsius dhe Shkupi 8 deri në 21 gradë Celsius. Shkurtimisht u njohët me parashikimin e motit për datën 24 mars. Këtu te ne ka pak pasoja, me sa duket viroza edhe gripi bën punën e tij apo të saj, çfarë do lloj gjinie të ketë. Enxhi nuk është me ne këtë mëngjes. Mos përdor. Çfarë s'po vjen për emra me mua, mos përdor për emra me mua, po. Si të doj të quhet. Unë jam një çik kështu e vuvosur, pak me rruf, po do ja dalim mirë. Blendin e kemi. Është shumë mirë. Do t'ja dalim. Forca, forca koleg. Kështu që mund të, po, e kemi të palosur Enxhin, por do të shpaloset sërish. Ja, me sigurt. Kështu, vjen një faleminderit që erdhët sërish në nëntor, me qira fjala, se festuam jam në kaluar nata, madje e tha me gojë, mbaj mend, është dita e parë e pranverës tha. Kështu tha, e kupton, por jo, ti kishe drejt. Po pra. Që të kënaqeshim, tani me ato ballokumet. Tani dimër. Po. Edhe kjo javë kështu do të jetë. Mendon? Na falni shumë, po shiu do bëj punën e tij. S'ka një mik t'ja zësh diku që me lek nuk funksionon njëherë. Sepse janë ato plakat që nuk pranojnë. Janë tani plakat? Janë plakat. Po avash. Të paktën të dim që këto janë plakat dhe ta heqim dhe plakat qafe në një farë mënyre. Këta janë plesht. Pastaj vin plakat. Okej, këta nuk këto ditë nuk janë plakat, më thua. Jo, do ketë shira, patjetër. Ka akoma. Do jetë kështu me vranësira, një çik errësir, do na mungoj pak dielli. Po, shumë keq. Është nuk e di. Domethënë, nuk e di. Domethënë, janari edhe marsi janë 2 muajt më vrastar të vitit, mendoj unë, se ti nuk e kupton, je në dimër, je në pranverë, ku dreshin je. Po, janari ishte super i gjatë. Ishte edhe herë ngrohtë herë ftohtë, kështu që nuk e di, ka një zyrë ankesash, ndoshta komisioneri për ankesat e përgjithshme të popullatës, nuk ka shtet, është përgjigje që mund të themi. Duhet të veprojë shteti. Po. Dhe kaq zisa. Ministria e Brendshme, kush e ka këtë? Shikoj, me organigram. Jo, do të themi që me kaq zisa është për jashtë. Na del detyra ne të dyve sot që të shkrim zemrat e ngrira të buzëqeshim, të nxjerrim kicat e bardhë. Të kësaj fundjavë. Jemi veshur dhe me gri. Një s'ka rëndësi. Ne kishim zgjedhur ngjyra. Do flasim për Ngria mund të jetë çdo gjë. Ngria mund të jetë është një ngjyrë shumë neutrale, mund të shkon me të tëra. Kështu, se u kujtova, robt janë pushim? Robt janë pushim. Sot. Po. Pse çka ka sot? Po sepse ishte në Vruz datën e shtunë. Edhe 22 dhe kalon dita e pushimit, pse se dieti? Dita e shures? Prandaj buzëqeshti. Tani, po, ti se di që janë, po, shumë i zilepsur me thënë drejtën, por nuk është se u eci shumë fundjava, fatmirësisht, se do ishte akoma më keq për ne. Tirana ishte bosh gjithsesi, kam përshtypjen që kanë lëvizur shumë, nuk kanë të vërdall. Ishte e vërtet. Ishte kështu, ishte bosh, ishte zbrazët, edhe mirë. Ju plot tani, pavarësisht motit, Vlora Saranda nuk e dian shumë të frekuentuara. Unë lëviza një çik në fundjavë dhe kishte njerëz në Vlorë. Sarandë. Deri Sarandë. Po, shikoj. Bravo ti. Dëshovan çik atmosferën. Mirë bëre. Shumë mirë. Pyetja e pamundur. Pyetja e pamundur në Wake Up. Si çdo ditë, pyetja e pamundur është përblen me një kupon nga Enca Tini në vlerën e 100 eurove dhe kjo e sotmja i dedikohet shqiptarëve. Që është bashkëkombësve tan. 15% e shqiptarëve nuk kanë qenë kurrë në një të tillë. Çfarë mund të jetë? Në një dasëm. Në një dasëm s'ka shansa. Sa ishte dhe 1%? 15%. Për shumica e shqiptarëve, 85% shqiptarëve kanë qenë në një të tillë. Por 15% prej nesh nuk kanë qenë në një të tillë. S'ka patur fatin. Për arsye ekonomike, për arsye të veçanta, të trupit të tyre personal, s'kan kohë, s'kan mundësi, s'kan dëshirë fundja. Ose si lën. Kjo s'është me zor. Ose s'kan me kë ikin. Ka kështu me zor? Si me zor? Me zor kështu? Ka dhe me zor. Sa dush. Që çojnë me zor, domethënë. Të vjen një mesazh, po. Edhe ti shkon. Më shkon. Kështu, se ndryshe. Se kuptova, duket. Çfarë ishte? Kush foljet? Pra 15% e shqiptarëve nuk kanë qenë kurrë në një të tillë. 069 442 873 dhe fitoni një kupon nga Enca Tini.